Bordi i Paqes, Pasha si mark, pushteti si klub. Në letër, Bordi i Paqes shitet si arkitekturë e re për stabilitet dhe rindërtim, sidomos në Gaza. Në realitet, mënyra si është konceptuar dhe promovuar po prodhon një pyetje të frikshme. Apo ndërtohet pashet apo po privatizohet diplomacia? Një diplomacia me tarif, kur pasha bëhet abonim. Raportimet mbi idenë e kontributeve deri në $1 miliard për status të përhershëm e kthejnë këtë nismë në një model ku vendi në tryez blihet. Kjo s'është vetëm e pabarabartë. Është antikoncepcioni i rendit ndërkombëtar, sepse e zëvendëson parimin një shtet, një zë me parimin 1 miliard, një karrige. 2. Për qendrim pushteti, paqëruajtje me një qendër komande. Kritikët e kanë quajtur rrezik të madh faktin që ky mekanizëm mund të funksionojë si një platformë e centralizuar vendimarrjeje, e personalizuar, që ngjan më shumë oborret të një lideri sesa një institucioni shumëpalësh me kontroll e llogaridhënie. 3. Gaza si test, bota si ambicie. Edhe kur objektivi është Gaza, nisma shfaqet me ambicie globale, një strukturë që synon të shtrihet në konflikte të tjera. Këtu nis rreziku, kur një krizë humanitare kthehet në trampolin për një rend paralel, pa mekanizma të qartë transparence, auditimi dhe përgjegjshmërie ndërkombëtare. 4. Rindërtimi si treg, kush fiton nga pasha. Një tjetër alarm lidhet me raportime se propozime të lidhura me operacione o logjistik në Gaza janë shoqëruar me modele fitimi ekstrem, PS. Pretendime për kthime shumë të larta investimi, duke ushqyer idenë se rindërtimi po shihet si biznes i madh, jo thjesht si detyrim human. Pyetja që mbetet: nëse Bordi i Paqes do të ishte realisht instrument pasheje, ai do të ndërtohej mbi transparencë, kontroll shumëpalësh, përjashtim të konfliktit të interesit dhe barazi në përfaqësim. Por kur lajmi kryesor bëhet sa kushton anëtarësia dhe kush e drejton përtej mandatit, atëherë pasha nuk duket më si mision. Duket si brand dhe diplomacia si klub.